Një konflikt i ndodhur në lagjen Nisa Boletini në Vlorë ka përfunduar me plagosjen e një personi me mjet prerës. Sipas informacioneve paraprake, gjatë konfliktit, një person ka mbetur i dëmtuar. Në vendngjarje kanë mbritur menjëherë forcat e policisë, të cilat i kanë dhënë ndihmën e parë të plagosurit deri në mbritjen e ambulancës. I dëmtuari është transportuar më pas drejt Spitalit Rajonal të Vlorës për trajtim mjekësor, ndërsa policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Gjendja e tij shëndetësore është jashtë rrezikut për jetën. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.